Ekipi Kuksit humbi një mundësi të artë në shtëpi për të mposhtur luftëtarin në një përballje direkte që kishte peshë të madhe në garën për mbijetesë. Sfida e zhvilluar në Kukës Arena nuk prodhoi fituese, duke bërë që gara në fundin e renditjes të mbetet plotësisht e hapur. Pasi javës së 25 të kampionatit, kategoria e parë po hyn në një fazë vendimtare. Rivaliteti është i fortë si në krye të renditjes, ku disa skuadra luftojnë për ngjitjen në elit, ashtu edhe në zonën e mbijetesës, ku çdo pikë mund të bëjë diferencën mes shpëtimit edhe rënies nga kategoria. Kuksi është një nga ekipet që synon të grumbullojë pikë të çmuara në javët e mbetura të sezonit për t'i shpëtuar një fundi të hidhur. Përballjet mes Kuksit dhe luftëtarit të këtë sezon kanë qenë të luftuara. Në fazën e parë në Kukës Arena, dy skuadrat u ndanë në një barazim spektakolar 2-2, ndërsa në fazën e dytë Gjirokastritët arritën të triumfonin 3-1 në Gjirokastër. Edhe në këtë ndeshje të radhës, trajneri Kadiu nuk e kishte grupin e plot në dispozicion, çka ndikoi në alternativat e skuadrës në një përballje kaq të rëndësishme për fatet e sezonit. Në fakt, prej 3-4 vitesh Kuksi e ka humbur ndjeshëm shkëlqimin dhe lavdinë e dikurshme. Skuadra velindore që dikur luftonte për trofe në elitën e futbollit shqiptar dhe bënte emër edhe në arenën ndërkombëtare, sot ndodhet në një moment të vështirë të historisë së saj sportive. Realiteti aktual e sheh Kuksin si një nga ekipet që rrezikon seriozisht rënien në kategorinë e dytë.